Tash, ndoshta ky debat ka vlerë dje, vlerë në mes natë, me qenë që veç afati kushtetues ka kalu, nuk ka rëndësi, nuk ka efekt. Ajo që është më e keqja është se Kurti, Albulena e tjerë qëllimshëm ja kanë ndjek Kosovës afatin kushtetues me zgjedhjen sënë. Edhe ja si ka ndodhur, për shembull, certifikimi i rezultateve ka ndodhur para më shumë se një muaj. Dikun rreth 40 ditë nuk ka ndërmarrë asnjë veprim që do të ishte përgatitje për seancën e parë. E kanë shtyr seancën në datën e fundit, qëllimshëm, edhe qëllimshëm e kanë ndjek afatin kushtetues me zgjedhë kryesinë e kuvendit, pa me konstituu kuvendin, me zgjedhë kryetarin, me zgjedhë qeverinë, me zgjedhë presidentin. Gjitha tjerat janë interpretime rrethanore. Pra, jemi në një situatë kur qëllimshëm Kurti, Albulena e shumë tjerë me ta, ja kanë ndjek Kosovës afatin kushtetues me zgjedhjen sënë. Si do dalim nga kjo, është një çështje që duhet ta marrim me kujdes, se pasojat nuk janë vetëm për pozitën apo për opozitën, po janë për themeret e rendit tonë kushtetues, shtetit tonë, të arriturave tona. Unë jam këto me kolegët e mi, të aleancës, me kolegët tjerë, që me pasi muj me nxjerr vendin nga situata e re e krijuar që nënkupton djegja e afatit kushtetues për zgjidhje tensione. Si të veprojmë matute duhet ta trajtojmë me kujdes. A do të jeni në Ne shkojmë në diskutim me siguri, por mos harrojmë edhe një herë ajo që fola. Pra afati kushtetues për fat keq është djeg. Si do të veprojmë matute është çështje e këtë, po them kështu, një punë të kujdesshme, sepse nuk është situata e njëjtë. Po, nga mesnata jemi në një situatë të re dhe duhet bëjmë kujdes, jo për shkak njërit nga ne të partive, po vendi ka hyrë në një situatë të re kushtetuese. Rendi ynë kushtetues, pra ka hyrë në një situatë të re dhe duhet ta trajtojmë me kujdes. A do ta dërgoni në kushtetuese çështje fuqësons, meqense është pas afatit kushtetues? Tani çdo veprim që e marrim, duhet ta bëjmë as kujdesshëm, sa që mos i rrisim pasojat e situatës krijuame, po ta nxjerrim vendin nga kjo situatë e re. Pra alarm unë besoj, për gjithë ata që e kuptojnë, këto e shpjegojnë më shumë miri ekspertët edhe ata njohësit e kushtetues, e trendit kushtetues tonë, po edhe nga ajo që unë e kuptoj, jemi në një situatë të re, kemi hyrë në një situatë të rrezikshme si vend, e duhet bëjmë kujdes. Pa nuk po jap drejtim si të veprojmë, si të bëjmë, si do të bëjmë, si do të bëjnë aleancat, po duhet bëjmë kujdes si Kosovë, si këtë forcat politike, si këtë rendi ynë kushtetues, të ruhet, pra edhe mos shkojmë në një fundosje të rendit tonë kushtetues. Zotë Ardina, nëse shterën këtë mundësi demokratike, kemë pa gjatë ditës së djeshme që deputet të partive të ndryshme kanë bërë thirrje edhe për me dalë në rrugë. A është ky si opsion? Kine parasysh, kjo që ka ndodhur ka pasoja kushtetuese, pra djegja e afatit kushtetues. Tani veprimet e ardhshme duhet me qenë të tilla që ndihmojnë rrujtjen, po e them ashtu, të kushtetueshmërisë. Dalja në rrugë është e drejtë edhe është mënyrë çdo herë, po ne duhet të shfrytëzojmë gjitha mundësitë si të ruhet pra rendi kushtetues.